Festa e birës në Korçë mbylli edicionin e saj të 20 duke regjistruar një pjesëmarrje masive dhe duke konfirmuar edhe një herë statusin e saj si një prej eventeve më të mëdha turistike dhe kulturore në Shqipëri. Për 5 net me radhë, mijëra qytetar, turistë vendase të huaj u bën pjesë e atmosferës së festës, e cila këtë vit solli një tjetër disi të rëndësishme, zhvendose nga qendra e qytetit drejt polit të eventeve në Drenov. Kryetari i Bashkisë Korçë Sotiraq Filo, në një intervistë për CNA Televizion, e cilëson këtë edicion si një nga më të suksesshmit në historinë 20 vjeçare të festës. Sipas tij, ndërthurja e birave vendase dhe të huaja, numri të madh të stendave, programit artistik, skenës dhe hapësirave të reja krijoi një atmosferë që t'i kaloi pritshmëritë. Këtë vit, Festa e Birës festoi dhe shënoi 20 vjetorin e saj dhe organizimi edhe gjithçka që kjo festë ofroi këtë vit plotësoi, do të thoja unë, pritshmëritë e gjithë njerëzve, pjesëmarrësve nga një festë që mbush 20 vjet dhe ka 20 vjet histori. Besoj që edicioni i këtij viti ishte një edicion shumë i suksesshëm në gjithë dimensionet e festës, në atmosferën, duke filluar nga atmosfera fantastike që festa pati në të 5 net të saj, nga pjesëmarrja shumë e madhe e birave vendase edhe tuaja, numri i madh i stendave, pjesëmarrja masive e njerëzve. Të gjithë këto programi artistik, patjetër, skena, skenografia, artistët që performuan, të gjithë këto element të ndërthurur me njëri tjetrin krijuan një atmosferë fantastike që u shijuan në maksimum nga të gjithë ata individ, nga të gjithë ata njerëz që u bën pjesë e kësaj feste. Por për të atmosferës dhe programit artistik, risia kryesore këtij viti ishte vendodhja e re. Për herë të parë, festa u zhvendos në polin e eventeve në Drenov, një hapësirë më e madhe që sipas kryebashkiakut krijoi mundësi për më shumë stenda, më shumë pjesëmarrës dhe një koncept të ri organizimi. Festa këtë vit pati një risi që ishte zhvendosja e saj drejt polit të eventeve, qendrës të madhe të eventeve, që është një investim fantastik i kryer nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit edhe nga Bashkia e Korçës. Ishte një hapësirë e cila na krijoi mundësinë ne që ishim organizatorë të festës që të shtonim numrin e stendave, të rritnim numrin e pjesëmarrësve dhe t'ju ofronim pjesëmarrësve edhe magjinë e peizazhit që rrethon vendin ku ndodhet festa. Zhvendosja në një hapësirë të re shoqëroi fillimisht edhe me pikpyetje nëse publiku do ta ndiqte festën në të njëjtin nivel si vitet e mëparshme, por sipas Filos, realiteti 5 netëve tregoi të kundërtën. Sfida nuk ishte mungesa pjesëmarrësve, por fluksi i jashtëzakonshëm i tyre. Pavarësisht atyre ezitimeve që mund të ishin në momentin e parë, në rast se ky lokacion i ri mund të krijonte ndonjë lloj problematike apo të kishte një numër më të vogël pjesëmarrësish, në fakt u provua e kundërta, problematikat nuk ishin nga numri i vogël i pjesëmarrësve, po përkundrazi ishin nga numri shumë i madh i pjesëmarrësve për të çfarëdo lloj pritshmërie. Pjesëmarrja e lartë solli megjithatë edhe problematika në menaxhimin e trafikut dhe parkimit, edhe pse brenda teritorit të festës ishin vënë në dispozicion hapësira për më shumë se 1200 automjete që mbërritën në Korçë gjatë ditëve të eventit. Pra festa do ta quaja shumë të suksesshme. Besoj që do të duhet punojmë për vitet në vazhdim për të zgjidhur disa problematika që lidheshin kryesisht me pjesën e parkimit edhe të trafikut që u vure në gjithë netët e festës, pavarësisht se brenda teritorit të festës kishte mundësi parkimi për mbi 1200 makina. Ky numër i madh në dukje rezultoi pamjaftueshëm për fluksin shumë të madh të njerëzve. Ne kishim vënë dispozicion edhe transport publik me autobuza, por numri i mjeteve, numri i personave ishte shumë i madh, prandaj duhet që për edicionet e tjera ta adresojmë këtë problematik, pa rritjen e numrit parkimeve brenda teritorit të festës, dhe besoj është një gjë që do ta realizojmë. Megjithatë, për Bashkinë e Korçës problematikat logjistike mbeten të vogla përballë suksesit të përgjithshëm të eventit. Filo thosë se festa këtë vit e kaloi pritshmëritë dhe se vlerësimi i marrë përmes aplikacionit TEA të Agjencisë Kombëtare të Turizmit është një tjetër tregues i rëndësisë që ka marrë ky event. Në gjithë komponentët e tjerë ishte përtej pritshmërive
të mia dhe besoj edhe të pritshmërive të gjithë stafit. Pra, e provoj edhe një herë festa që vazhdon të jetë një histori suksesi dhe jo më kot është nominuar edhe në edicionin e çmimeve të këtij viti, të çmimeve të aplikacionit TEA të dhënë nga Agjencia Kombëtare e Turizmit. Festa e birrës mori çmimin e vlerësuar si të tillë nga përdoruesit e këtij aplikacioni, që si festa më e madhe në Shqipëri, dhe edicioni i këtij viti e demonstroi më së miri këtë epitet apo këtë rëndësi që kjo festë ka. Por sa ishte realisht numri njerëzve që morën pjesë në 5 netët e festës, Kryebashkiaku Filo jep shifrën e mbi 10.000 pjesëmarrësve në secilin prej netëve, me përjashtim të natës së dytë, kur rreshtit e shiut ndikuan në pjesëmarrje. Kanë qenë mbi 10.000 numri personave që kanë marrë pjesë në gjithë netët e kësaj feste, me përjashtim të natës së dytë, kur patëm një surprizë të pakëndshme nga moti, patëm rreshtë e shiut që nuk është në dorën tonë, por në gjithë netët e tjera, numri pjesëmarrësve ka qenë mbi 10.000, duke kulmuar me natën e së shtunës, ku realisht ishte një numër jashtëzakonshëm. Fluksi i jashtëzakonshëm u reflektua edhe në rrugët që të çonin drejt zonës së eventit. Parkimet nuk u kufizuan vetëm brenda territorit të festës, por ushtrin në aksin Korçë-Kolonjë dhe në rrugën dytësore që lidhin qytetin me Drenovën dhe zonën e eventit. Dhe mjafton të shihje numrin e automjeteve, të makinave, pra mbi 1200 vende parkimi janë vetëm brenda territorit të festës, ndërkohë që aksi kryesor Korçë-Kolonjë ishte mbushur me parkime nga dy krahët, rrugët dytësore që të çonin në territorin e festës, rruga e Drenovës dhe rruga alternative, ishin shndruar të gjitha përveç rrugkalimi dhe në hapësira parkimi. Për të nxjerrë një vlerësim sa më të plotë të pjesëmarrjes, bashkia ka marrë në konsiderat edhe mënyrat e tjera të transportit dhe kapacitetet akomoduese. Në fest patim vizitorë që mbërriten me autobus, taksi dhe mjete të tjera, ndërsa hotelet dhe strukturat akomoduese të Korçës dhe fshatrave turistik rezultuan të mbushura. Duke bërë llogaritjen e numrit të automjeteve, duke llogaritur numrin e personave që kanë frekuentuar festën duke përdorur transportin publik, pra autobusa, duke përdorur taksit që dhe ato ishin në punë të shumta gjatë netëve të festës, duke bërë llogaritjen edhe të kapaciteteve akomoduese të qytetit Korçës, të zonës tonë, pra të bashkisë të Korçës, përfshirë dhe fshatrat turistike që ishin totalisht ezauruara. Besoj që numri pjesëmarrësve ka qenë mbi 10.000 persona në çdo natë të festës. Me mbylljen e edicionit të 20, sfida për organizatorët tashmë është ruajtja e standardit të festës dhe përmirësimi i problematikave të evidentuara. Nëse ky edicion shërbeu si një provë për kapacitetin e polit të eventeve, fluksi i regjistruar tregoi se festa ka nevojë për zgjidhje më të mëdha në drejtim të parkimit dhe menaxhim të trafikut. Ndërkohë për Bashkinë e Korçës një gjë duket e qartë. Festa e birrës jo vetëm që ruan statusin e saj pas 2 dekadash, por vijon të tërheq mira vizitor dhe të jetë një prej pikave më të rëndësishme të kalendarit turistik të qytetit.